kanë emra konkret për president konsensual. Takimi mes Albin Kurtit dhe Lumer Abdigjikut ka rikthyer në qendër mundësinë e një marrëveshjeje politike për zhbllokimin e institucioneve. Unë gjithmonë pres më të mirën, prandaj edhe me vullnet të mirë po shkojmë në mbledhje sot. Bisedimet mes Kurtit dhe Abdigjikut të zhvilluara të mërkurën u fokusua në mundësinë e gjetjes së një zgjidhjeje për çështjen e presidentit të ri, por edhe në hapat që do t'i hapnin rrugë funksionalizimit të institucioneve. Në tërësinë e emrave të prezantuar, mund të them me bindje të plotë se të gjithë emrat në masë të madhe, dikush më shumë e dikush më pak, është në vijim me parimet e dakorduara deri më tani. Megjithatë, një marrëveshje konkrete nuk u bë e ditur. Analist politik besin të ndarë sa i përket zgjedhjes së ngërçit politik. Krenar Shala thot se këto takime mund të prodhojnë një marrëveshje për çështjen e presidentit. Vërejt që palët janë jo vetëm që janë dakorduar që mund të ketë potencialisht marrëveshje, por duket që sidomos në deklarimet e fundit të kryeministrit të tyre dhe kryetarit të LDK-s mbrëm pas takimit të tyre, la të nënkuptojnë që gjasat jo vetëm që janë të mëdha për ta zgjedhur një president konsensual, por edhe janë besoj në fazën e fundit ku palët do të dakordohen. Ndryshe nga Shala, analisti Blerim Canaj vlerëson se takimet Kurti Abdigjiku janë vetëm sa për të humbur kohë. Takimi i djeshëm u dok që nuk do të ketë diçka konkrete, por pas ndoshta djegje së disa emrave që do të përmenden, me të cilët nuk do të jenë të kënaqura palët së paku në dukje, për shkak se si duket palëve nuk jo interesant që të gjejnë që të zgjidhin çështjen e ngërçin e presidentit. Ndërkohë, takimet mes Vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës do të vazhdojnë. Deri atëherë kuvendi vazhdon të mbetet i pakonstituuar, ndërsa zgjidhja e ngërçit politik mbetet në duart e marrëveshjes politike mes këtyre dy partive.